Nga Universiteti i Sporteve, Ministrja e Arsimit, Mirela Kumbaro, njoftoi se studentët e diplomuar për fizioterapi në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit mund të ushtrojnë profesionin e tyre, fal zgjidhjes së një problematike ligjore të kahershme me këtë fakultet. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, tashmë profesioni i fizioterapistit mund të ushtrohet edhe nga studentët që diplomohen në programin Shkenca Rehabilitimi. Pas miratimit të ndryshimit të VKM-s, këto diploma njihet zyrtarisht si kualifikim për ushtrimin e profesionit të fizioterapistit, duke u dhënë mundësi të diplomuarve të regjistrohen dhe të punojnë ligjërisht në profesion. Kemi pas një diskutim shumë të gjatë me ditë me të dy kolegët, me rektorin dhe me dekanin, me urdhrin e infermierëve, të cilët janë një hallkë shumë e rëndësishme sikurse ju e dini, dhe me Ministrinë e Shëndetësisë. Në mbledhjen e javës të kaluar, në 6 mars, qeveria miratoi ndryshimet e nevojshme në vendimin e Këshillit të Ministrave për profesionet e rregulluara, duke futur shumë qartësisht për profesionin, profilin, mundësinë e ushtrimit të profesionit në fushën e fizioterapisë edhe të diplomuarit në shkencat të rehabilitimit që lëshohet nga ky universitet. Prandaj, i duruar i fituari, më vjen mirë shumë që vi me këtë, le të themi, konkluzion të mirë, vi me këtë lajm të mirë, të shumë pritur nga ju, edhe t'ju japi mundësinë edhe brezave që tashmë janë diplomuar, edhe ju që jeni në procese sipër të studimit dhe të diplomimit. Kumbaro nënvizoi se ky ndryshim ligjor do të ketë impakt pozitiv edhe në regjistrimet e reja në Universitetin e Sporteve. Por unë besoj që ky është një lajm i mirë edhe për regjistrimet e studentëve që do duan të futen më tej në këtë deg. Vjen në kohën e dur, sepse regjistrimet janë në muajt në vazhdim, kështu që ju garanton juve dhe atyre që do të vinë mundësinë e integrimit në tregun e punës, suksese dhe mbarësi dhe të keni sa më shumë punë dhe të kontribuoni sa më shumë në rritjen e shëndetit, jo vetëm të sportistëve, por edhe të popullsisë së gjerë, sepse sporti tashmë, siç thot miku im me të drejtë Fidel, nuk është më çështje privilegji dhe as çështje profesionistësh, por duhet kthehet në një çështje kombëtare, sepse ka të bëjë me brezat dhe shëndetin e mirëqenien e brezave që rrisim sot. Nga ana tjetër, rektori i Universitetit të Sporteve, Agron Kasa, vlerësoi angazhimin për zgjidhjen e kësaj problematike që u mundson studentëve të diplomuar në shkencat e rehabilitimit të integrohen në tregun e punës. Para këtij ndryshimi ligjor, diploma Shkenca Rehabilitimi nuk ishte e përfshirë në listën e specialiteteve për profesionin e fizioterapistit, gjë që krijonte vështirësi për të diplomuarit për të regjistruar në urdhrin e infermierit dhe për të ushtruar profesionin. Tashmë, profesioni i fizioterapistit mund të ushtrohet edhe nga studentët që diplomohen në këtë program. Në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit, në 3 vitet e fundit akademike, janë diplomuar 72 student, ndërsa në vitin akademik 2025-2026 janë aktualisht në proces studimi 256 student.